Projekti shërbime sociale për të gjithë, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga UNICEF Shqipëri, arriti që në Bashkinë Librasht të ngrejmë shërbimin social, i cili ishte njërisi për Bashkinë e Librashtit. Në partneritet me Bashkinë, neve mundësuam që familjet në nevojë të kenë një hapësirë të dedikuar për fëmijët dhe familjet e tyre. Falë Bashkimit Evropian, neve arritëm që t'i japim zë çdo fëmijë që nuk kishte zë, t'i jepim mundësi çdo familje që ishte në pamundësi. Aktivitetet e shumta që kemi bërë atje janë nga ndihma për fëmijët me nevoja të veçanta tek organizimi i festave të ndryshme që ne kemi bërë, ndihma edhe me ndihmën e psikologut, edhe me ndihmën e punonjësit social, në të gjitha mënyrat që është e nevojshme për t'i ndenjur sa më afër dhe për t'i ndihmuar sa më shumë këta fëmijë. Kam dy çuna i cutë. Ishe shumë mirë shkollë. Thoshen e ndishin në të lodhen tope me psuse. Thoshen do iki, po. Në në bëjë gati i bije. Vetë i bije këto, vetë i që e lartë ke shkolla tjetër. Ishte herë parë që vijin fëmijët i shkollë këto. Ideja e dhënies shërbime në një qendër komunitare si që dha atje, ishte hera e parë që në komunitetin e Librashtit vinin fëmijë, vinin të ri, vinin familje të cilësh merrshin shërbim, merrshin konsultime aty dhe kjo ndikoi goxha mbasi që u qyt sirisi e re, gjë cilën më përpara nuk ishte dhënë nga shërbimi social. Menaxhuan disa raste për mbrojtjen e fëmijëve, për dhunën e familje, që një ndihmëse e madhe për bashkinë dhe dha një tjetër kuptim të shërbimit social. Pra ishte një staf i cili dolim edhe me shërbim lëvizës, me administratorët shoqëror, me administratorët e ndihmës ekonomike, të hapësisë kufizuar në njësitë administrative. Përfituan afër 300 familje. Unë e përshëndes dhe falenderoj dhe me projekte të tilla ju më ripresin prapë, financuar nga Bashkimi Evropian.